Por se keni qef të mbani mace juve, qytetarët në shtëpi ose qenë? Maca po qeni nuk është, shpesh herë sot po shiko, ka shumë arsye për cilat. Në fillim para demokracia, në qoftë se do i shiko, nëse do i themi fillimit, unë të sjell 10 shembuj nga Fajkonica me mënyrën se si ai shikonte edhe fshatin dhe qytetin, por tashmë ne nuk jemi në ato kushte. Sot nuk shikojmë më fshatar, fëmijë që ti kemë faqet e kuqe, apo trikot të leshta, në rrugët e fshatit. Në rrugët e fshatit. Ne flasim për ato që kemi parë vetëm, se kemi studiuar gjithë fshatrat e Po s'do flasim për Kornicën, çfarë mendon Kornica? Çfarë shikojmë ne? Pa dhe ne kemi pas bio se në qytet jemi rrit. Bio kemi ngrënë edhe ne. Por kur po flet tani në 85-ën, bio kemi ngrënë edhe ne. Me faqet kuqe me trikot leshta. Radha në qytet ka qenë rëzini radhë për qumësht të skremuar. Ditë të tëra rijat e motra ime dhe duhet rija dhe unë në radhë, më binte radha të merje. Tani na e sillni ke dera shtëpisë. Po, pra, ta thash, po. Pa fshatin, këtu është. Po. Unë insistoj në atë që zgjuarësia mençuria e fshatarit është shumë herë me thellë. Kjo është juaj. E thellë. Me thellë. Ku i tregon atë thellësi? Enciklopedike. Është me përvojë nga toka. Profesorët e mëdhenj, profesorët e mëdhenj. Aty e merr energjinë fshatari. Qytetari ku e merr? Nga asfalti energjinë ku e merr? E merr nga telefoni. Jo, telefoni ka dalë tani. Shtylla Po, elektrike. kur qytetari shef orën, fshatari shef diellin. Jepi Albano, jepi, të lutem Albano. Jepi Albano, jepi. Jepi se na bun para. Tregoj një histori, një barsolet, ku qytetari ja hedh fshatarit dhe unë dorëzoj. Po thua që fshatari është inzar? Jo, nuk është inzar, është i holl, është i zgjuar. Është i holl, Është i zgjuar. Shiko, në një fshat njerë, shiko, në një fshat, se shiko, dhe fshati, pavarësisht atyre probleme me robave të vjetra, edhe fshati kujdeset që fëmijët edukohen dhe të mësojnë edhe pak nga jeta, edhe më gjërë se sa jeta e fshatit. Normal, me traditat.